Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje miqtemi të emisionit në detaje. Në një kohë kur ekonomia globale po përballet me sfida të shumta dhe ndërmarrjet vendore kërkojnë më shumë mbështetje për të qenë konkurruese në tregjet ndërkombëtare, është me rëndësi të kuptojmë se çfarë po bëhet në vend për të fuqizuar bizneset dhe për ta përmirësuar klimën në vend. Për të diskutuar për këto çështje në studio kam të ftuar Kushtrim Ahmetin nga Dhoma e Industrisë dhe Tregtisë së Kosovës. Zotri Ahmeti, faleminderit shumë që je sot këtu me neve. Faleminderit për ftesën. Atëherë tu e pa që gjendjen e bizneseve në Kosovë, a mundesh me na tregu sa po përkrahni dhe po i mbështetni ju si dhomë bizneset në Kosovë në raport është fjala me institucionet shtetërore? Padyshim, mbështetja e dhomës tregtisë dhe industrisë mbetet çdo herë e madhe dhe është dorë themi kryesore edhe përkrahësi kryesore të gjitha bizneseve në Kosovë. Normalisht problemet janë të vazhdueshme, ndrojnë vazhdimisht varësisht prej telasheve që dalin, domthonë secili sektor ka problemet e veta dhe sfidat e veta, por na gjithmonë kemi nejt në ballë dhe vazhdojmë të qëndrojmë ballë zgjidhjes edhe përfaqësimit të tyre të vazhdueshëm në secilën instancë themi qoftë shtetërore, qoftë agjenci, qoftë institucione tjera të ndërlidhura me problemet që ata e kanë si brenda ashtu edhe ato që janë jashtë vendit tonë. Po, cilat janë disa prej sfidave të cilat ju i keni hasë mas shumti gjatë kësaj kohe të bizneset? Aktualisht këtë vit janë një numër i madh sfidave, domethënë të fillu prej sfidës aktuale që është vetëm u shndru tashmë në vendim, po flasim për rritjen e çmimit të energjisë prej 16.1% dhe kemi sfidën që aktualisht jemi duke bërë përpjekje maksimale ku edhe jemi duke organizuar peticionin për mbledhjen e nënshkrimeve të bizneseve të cilat do të futen dhunshëm në tregun e liberalizuar të shpejtë të energjisë, një vendim i fundit që është marrë nga Zyra Rregullatorit të Energjisë, për cilën ne dhe një numër i madh të bizneseve janë totalisht kundër sepse ka me shkatërru edhe këtë pak ekonomi që kemi, ka të lashe me eksportim të produkteve në shumë vende, edhe në vendet e rajonit kemi disa probleme, sidomos këto procedurat birokratike që ndërlidhen me vendime kryesisht të marrura ad hoc, dhe për të cilat vazhdojnë të mos gjejmë përgjigje sepse ky region i Ballkanit është duket se i tillë në përgjithësi si pengesë, pastaj ka të lashë edhe me eksportim të produkteve tona në BE, domthonë probleme me mungesën e punëtorëve profesional, ikja atyre më hershme ka shkaktuar të lashë tashmë të një pjesë e madhe, po edhe shumë faktorë të ndryshëm që po ndikojnë edhe në themi edhe në çështjet e brendshme, ka një numër të madh komunave që u kanë mbetur me miliona euro borxhe kompanive që kanë kryer punë për to, shkaku se janë vënë me bën votimin e buxhetit komunal dhe i njëjti tash do duhet sipas rregullave në fuqi të shkoj për votim në Kuvend të Kosovës. Kuvendin e Kosovës e shohim se si po sillet çdo 48 orë nga 5 minuta po mbahet dhe po dështon gjithçka, domthonë janë një numër problemesh të cilat vetëm shka kanë ngarkuar edhe më shumë situatën e rëndë që deri më tani vetëm e kishin bizneset tona dhe që po vazhdojnë të thellohet në vazhdimsi. Po, me qenë se përmendet këtë reagimin e juj, më thonë që e kemi pa, sa i përket tregut lirë të energjisë, cili është, ndoshta me quaj qaj shqetësimi kryesor, edhe çka keni me ndërmarr hapat më tutjeshëm, përveç, më thonë, reagimi që e kemi pa, reagim publik? Na, nga fillimi, domthonë prej ditëve të para, kur Zyra Rregullatorit të Energjisë ka dalë me një njoftim të tillë, na automatikisht një për reagimeve tona të para ka qenë që përpos që jemi konë kundër, ne kemi bërthirë edhe institucioneve tona të cilat janë themi në detyrë që të nisin iniciativa dhe veprimet e tyre duke u bazuar gjithmonë me ligjet që janë në fuqi, në mënyrë që të mos lejohej një veprim i tillë të ndodhë, për shkak se në njëra anë kemi një deklarim të ZRE-s që thotë që s'pari vendimi është dashur të merret para periudhës së pandemisë, por nëse shohim prej pandemisë ose përfundimit të pandemisë deri më sot kanë ndodhur jashtëzakonisht shumë zhvillime, një pjesë e cilave kanë qenë jashtëzakonisht shumë negative dhe e kanë goditur goxha fort biznesin ton. Në anën tjetër e keni të lashë ku ke pasur një mos komunikim siç duhet mes vet institucionit në këtë rast Zyra Rregullatorit të Energjisë që parashihet edhe me ligjet që ajo
duhet të ju përgjigjej. Kemi një telashe tjetër që ka të bëjë me ndryshimet e shpeshta të vendimeve. Fillimisht ishte një vendim mbi 50 punëtor dhe deri 10 milion. Tash këto ditë e fundit ne kemi marrë një njoftim nga administrata tatimore e Kosovës se ZRE-ja e ka ndrruar vendimin dhe e ka bërë që tash do të vlej liberalizimi i tregut të energjisë edhe për kompanitë që kanë më pak se 50 punëtor dhe më pak se 10 milion euro. Domthonë telashe tjetër që lidhet edhe që na bën neve të dyshojmë që këtu po bëhet për një interes të caktuar, ka të bëjë se nga 19 kompani që aktualisht janë të regjistruara në ZRE për ofrimin e shërbimit të furnizimit me energji elektrike, është vetëm një e cila aktualisht po ofron një shërbim të tillë dhe në këtë rast është Kesko. Domthonë kompanitë tjera nuk janë duke ofruar të njëjtin që duhet të ofrojnë. Çmimit që po ofron sot aktualisht Kesko sipas dhënave që i kemi marrë ne nga disa anëtarëve tonë që vetëm kanë hyrë në negociata me ta, shkon deri në mbi 250% më shtrenjtë se sa në krahasim me çmimin aktual që është. Një telashe që është tjetër e madhe, është ZRE-ja ka mungesë të madhe të stafit për shkak të një pjesë e madhe të stafit profesional, edhe ky institucion është goditur nga këto largime dhe nuk po mundet ta mbuloj me këta staf që ka. Telashe tjetër që është asnjë biznes i joni nuk e ka, përpos që nuk e ka një listë të saktë të kompanive se cilat duhet i kontaktoj që kanë licencën për cilat po thotë ZRE-ja që janë 19, nuk e ka asnjë platformë në të cilën mund të bëj analizimin e çmimoreve se çfarë çmimi po ofron këtë energji për ta shitur tek ta. Një telashe tjetër që është shumë e madhe është kjo ngutia shumë e shpejtë që po bëhet. Domthonë ZRE-ja në një mënyrë ka një nguti shumë të madhe, në anën tjetër sistemi jon edhe ashtu energjetik nuk është që mundet me i përballu këto. Domthonë aktualisht ne ende edhe në ditët e sotme kur temperaturat kanë filluar të ngrohen, ne ende kemi reduktime të paparalajmëruara të energjisë elektrike. E njëjta rrymë nga cila do palë që do të vijë, edhe nëse nuk do të vijë në këtë rast nga Kesko Tazëm, vjen nga një kompani tjetër që është e licencuar në ZRE, ajo do të kalojë prapë në të njëjtin rrjet energjetik. Nëse këtë rast Kesko edhe Kedsit, që dy kompanitë që e bëjnë menaxhimin e këtij sektori, domthonë nuk kanë mundësi me garantu një furnizim të rregullt 24 orë pa reduktime të energjisë elektrike. Atëherë, si do të mundet një kompani tjetër që do të vijë, do ta dërgojë prapë një rrymë po në atë rrjet energjetik të dobët, ta dërgoj aty dhe prapë si mundet atë të garantoj që do të mund të ofroj një furnizim të rregullt me energji elektrike. Prandaj, duke parë këtë mosgatishmëri të ZRE-s për të diskutuar së pari, sepse kjo çështje e dashur të hyjë në diskutim, sepse ne ende nuk e kemi gjetur një analizë të saktë edhe të qartë edhe të thukë të bën nga ZRE-ja për ta parë se sa është sistemi energjetik i Kosovës i gatshëm ta përballojë këtë format të ri, themi, sepse shumë vende të rajonit, duke përfshirë gjithë Evropën juglindore, pjesa dërmuese e tyre janë tërhequr nga një vendim i tillë. Domthonë, Tazëm në Maqedoni me informacionet që kemi marrë është që për shembull atje kanë lënë në dorën e lirë të bizneseve. Domthonë, ka disa biznese që e kanë atë mundësi dhe munden në mënyrë të vetë, pa pas nevojë të shtyhen ose të detyrohen që të dalin në treg të hapur dhe pjesa tjetër të shkojnë në për kategorizime të ndryshme ngadalë, sepse kështu në formën si e kanë menuar këta, unë konsideroj që kjo edhe është një shkelje, edhe do ta shkaktojë një telashe të madhe. Ne në takimin e fundit që e kishëm së bashku me gjitha shoqatat e biznesit dhe bizneseve, aty kemi pasur disa për biznese që janë jashtëzakonisht të forta dhe të cilat kanë paralajmëruar dy gjëra që do t'i bëjnë nëse përfundimisht do të hyjnë në fuqi nga një çëshore. E para do të jetë ulja e numrit të punësuesve, sepse kjo do të ndikojë, çmimi i lartë i energjisë do të ndikojë në të hyra, dhe tjetra është dy zgjidhje të qenë, ose duhet ta ndajnë biznese në disa pjesë, ose duhet ta mbyllin të tëre. Ka një tendencë themi nga shtetet e rajonit, të cilat po ofrojnë beneficione dhe themi oferta jashtëzakonisht shumë të favorshme bizneseve tona për të bartur me prodhimin e tyre atje. Domthonë ne po rrezikojmë nga të gjitha anët dhe në vend se ne ta mbrojmë produktin vendor dhe këto biznese tona vendore, të cilat përgjatë gjithë këtyre viteve, këtyre telasheve kanë qëndruar besnik vendit për ta ngritur ekonominë e këtij vendi, ne po e shkatërrojmë atë tashmë. Domthonë ne jemi duke e shkaktuar telashe jashtëzakonisht, po e bëjmë të pafavorshëm, sepse me çmimet që aktualisht i kanë bizneset tona, e kanë të pamundur kur të hyjnë në fuqi nga një çëshore kjo çmimore e re që po ofrohet nga këtë rast nga Kesko, do ta kenë të pamundur të dalin me një çmim që kanë pasur
themi më konkurrues kashi themi produkteve që ata i prodhojnë dhe të tjera që vijnë nga importi. Domthon ti po e bën tash të pafavorshëm. Në gjithë politikanët tonë kanë pas gojën plot duke thënë se vendi jonë është vend i mirë për investime, vendi jonë është vend atraktiv, kemi rini, kemi gjitha ato. Po nëse ti nuk arrin që biznesin tënd ta mbështetësh, si po mendon që do të vinin biznesi ujë të investojnë në vendin tënd? Kjo është e pamundur të ndodhë, s'ka ndodhur askund dhe nuk do ndodh as në Kosovë. Domthon ne shkemi duke shkuar, duke shkatruar edhe më shumë. Prandaj kjo ka qenë një prej arsyeve tona që ne kemi nisur mbledhjen e nënshkrimeve për ta mbajtur këtë domthon për peticionin i cili e kundërshton një hap të tillë të shpejtë, domthon një prej elementeve, domthon një prej diskutimeve që kemi pasur edhe në takimin e fundit që kishëm me gjitha odat në këtë rast shoqatat e bizneseve, zbashka me biznes, ka qenë që të paktën minimumi, të paktën një proces i tillë të shtyhet për një vit, po edhe jo, pse jo edhe më shumë, sepse vetë sistemi energjetik i vendit ka një numër të madh problematikash, të cilat së pari ato duhet të rregullohen e më pas të fillohet ngadalë të shkojnë. Nuk mundemi ne ja sapo arritën çmimin e energjisë dhe më njëherë të kalojmë tash edhe me një rritje të tjetër, e cila është disa fish më madhe se edhe kjo rritje, e cila vetëm shkaktoi të lashet e para dhe siç e keni parë edhe vetë nga raportimet e ndryshme, tashmë veç kanë filluar rritja, ndikimi zinxhiror i paralajmëruar nga ne i rritjes së çmimit të produkteve, shkaku i kësaj rritje të çmimit të energjisë. Domthon, kjo është pasojë që i ndodh gjithë ekonomisë tonë. Domthon, nga një vendim i pamatur siç duhet, i marr shumë shpejt dhe pa konsulta të duhura, janë tash këto faktorë të tjerë që po ndikojnë edhe për risimin. Po pse po mendoni që po ndodh kjo ngutia e ZRI-s këtë rast? Për rritje, domethënë për çmimin. Kjo po ndodh, e para e kanë shfrytzuar këtë momentumin duke mos pasur në Kuvend Kosovës, sepse siç e dini me ligjet aktuale zyra rregullatore të energjisë i përgjigjet Kuvend Kosovës sepse është institucion i pavarur. Dhe duke mos pasur institucion në këtë rast Kuvend Kosovës funksional, ku komisionet do të mund të thërnin këta persona që të jepnin detajet e tyre, cilat janë analiza që janë bërë, për cilat ne nuk i kemi parë asnjëherë ato analizat e bëra. Cilat janë forma, si do të funksionojnë, çfarë gjendje është rrjeti energjetik, domthon duke mos i pasur këto asnjë, duke mos funksionuar Kuvendi Kosovë, ata kanë shfrytzuar këtë mundësi dhe kjo na lën sidomos dyshime shumë të mëdha këtu, për shkak se kemi vetëm një kompani siç e përmenda, e cila po ofron aktualisht. Ku janë ato 18 kompani tjera për cilat ZRR po thotë se e kanë licencën. Kompanitë tona anëtare i kanë kontaktuar disa pe kompania për cilat kanë kuptuar se e kanë licencën për të shitur energji. Të gjitha i kanë thënë ne nuk kemi mundësi me bën asnjë ofertë, nuk kemi për juve për shitjet e energjisë. Domthon çka ka mbetur është vetëm kjo kompani në këtë rast, kompania turke Kesko, vetëm këtë po e bën të lehtëshme në këtë çështje. Domthon të tjerat nuk janë funksionale fare. Andaj kjo të lën dyshime ty sepse ti nuk e ke prapë një treg të lirë. Ti po flet për treg të lirë të liberalizimit të energjisë, e në anën tjetër vetë kompani nuk kemi që ofrojnë çat treg të lirë. Si mund të konsiderosh treg të lirë kur ofron themi shërbimin e furnizimit me energji vetëm një kompani, atë nuk është treg i lirë. Po me qenë se veç janë paralajmëru ngritja e çmimeve, realisht veç se edhe ka ndodhur. Po në anën tjetër kemi pa dhe disa reagime edhe qytetarëve, po ka qenë edhe një reagim i shoqatës furtarëve që çmimet janë rrit ndoshta më shumë se që është dashur. Prej qytetarëve faktikisht është pa vetëm si një justifikim. Çush i keni pa ju këto? A është realisht që i dashur me u ngrit çmimi i produkteve në qëtë rast, apo vetëm është gjetë si pretekst? Në ekonominë tonë ka dhe raste të tilla kur gjenden pretekst, edhe kjo nuk është ka qenë vetëm këtë herë. Domthon kemi pasur edhe raste të tjera për shkaqe të ndryshme, ta zëm siç e shihni ju, ta zëm derivatet e naftës që janë në përdorim të madh, ta zëm këtu rrin me çmime të larta dhe kur bursat botërore bien çmimet atje, këtu thonë jo se ne kemi bler më herët naftën, por kur nafta blihet gjatë periudhës sa është çmimi i lirë, sillet në Kosovë dhe në anën tjetër më njëherë rritet çmimi në bursë, këta thonë jo se është rritur çmimi në bursë. Domthon ka edhe raste të tilla të keqpërdrimit të cilat absolutisht nuk i mbështes, po as nuk i përjashtoj fare, prandaj janë institucione të tjera në këtë rast siç është komisioni për kontroll që është i Kuvendit Kosovës, që duhet merret me këtë çështje edhe më shumë sa që është duke marrë ashtu. Domthon aty ku ka shkelje, aty le të merren mendime, gjithçka le të shkojë sipas ligjit. Por a do të mund të ketë themi zinxhir rritje çmime, kjo padyshim o kanë ditur nga fillimi, sepse në momentin e parë si të rritet çmimi i energjisë, ty kanë me të rrit kosteja për gjithçka pastaj. Edhe është e pritur kjo që ka me të rrit çmimi për të gjitha produktet. Domthon është problem ti ta menaxhosh pastaj këtë situatë. Prandaj ne gjithmonë kemi thënë sa herë të merren vendime
të cilat e kanë ndikimin e madh, sidomos në aspektin e rritjes së çmimeve, duhet të ketë një konsult më të madhe, një diskutim më të gjerë, një analizë më të thuktë për këtë punë, për t'i ditur sakt pasojat që na presin. Vendi jonë është edhe ashtu e ka një ekonomi jashtëzakonisht fragjile. Pagat në vendin tonë janë të ulta në krahasim me gjithë këtë inflacion dhe këtë lëvizje të shpeshtë çmimeve që po bëhen. Domthonë ne përballemi me një numër të lashë, sa të lashë përballen biznese, çfarë përballën vetë qytetarët që jetojnë këtu. Domthonë duhet të shihet një element shumë më i gjanë kundrejt asaj që po e shohin në përgjithësi këta vendimarrësit tonë, se po shohin jashtëzakonisht shumë ngushtë. Por përgjithësi situata është jashtëzakonisht problematike dhe është jashtëzakonisht e vështirë për të jetuar këtu. Prandaj shumë biznese, po them edhe sot bile kisha më mëngjes disa komunikime me një pjesë të bizneseve të cilat jetojnë, themi, e mbajnë familjen nga i biznesi vogël që e kanë, dhe të cilat më thanë që nëse përfundimisht futet vendimi për liberalizim të tregut të energjisë, ne automatikisht do ta mbyllim këtë, s'kam tjetër zgjidhje post të ikim me familje jashtë vend. Domthonë ne apo do t'i mbajmë këta njerëz këtu apo do ti përzëm gjithë nga vendi jonë dhe ti dërgojmë jashtë vendit, ashtu janë tu ik, hiç pa i përzon, domthonë pa ju shkaktu tjera arsye, ata po ikin vazhdimisht. Po çka ish dosh ndoshta me bo shtetin në çet rast për biznese të tilla, të cilat rrezikojnë domethënë me u mbyll. Fillimisht çfarë ndihme me ju ofru? E para, shteti duhet të ndërhyjë për ta mos bërë këtë format të liberalizimit të energjisë siç po mendon ta bëj Zerreja. Domthonë këtu duhet fillimisht t'u jepet mundësia kompanive të cilat i kanë kapacitetet për të hyrë në atë proces, por paraprakisht kësaj duhet të bëhet ajo analiza që e përmenda, duhet të shihet se si është situata teknike e rrjetit energjetik në Kosovë, rrjetit furnizues të energjisë nëpër këto biznese, dhe tjetra duhet që të shihet edhe mundësia se si do të mund ta përballojë, të ketë një analizë si mund ta përballojë biznes atë rrjetet e çmimit të energjisë. Këto gjëra ne nuk i kemi kakun publike që janë bërë ndonjëherë. Pa i pasur këto si mund të merren vendime. Domthonë cila është analiza që është bërë për në vendin të tillë për të dalë tash. Tash sidomos këtë kohë, domthonë një muj para një muji pi bën, domthonë nga një muaj u rrit çmimi i energjisë 16 pikë, tash qershor po e rriti tash 250% më shumë çmimi i energjisë elektrike. Domthonë këto jemi në një situatë mos gatishmërie për bashkëpunim me komunitetin e biznesit. Domthonë nuk ka pasur fare gatishmëri për as komunikim të duhur e as gatishmëri të duhur. Domthonë në momentin që gjithë ne u zgjuam duke kundërshtuar rritjen për fillimisht propozimin e rritjes çmimit të energjisë për 15%, në mënyrë vullgare çohet Zerreja dhe merr vendim e rrit atë në 16.1%. Domthonë më shumë sa që vetë propozuan ata për cilën ne vetë e kundërshtuam gjithë komuniteti i biznesit për dhe vetë qytetarët e Kosovës. Domthonë një telashe tjetër me cilën këto bizneset tona përballen, ne kemi anëtarë tonë të cilët janë të gatshëm dhe të interesuar të rrisin kapacitetet e prodhimit të energjisë nga panelet solare, domthonë për vetveten. Qoftë edhe nevojshme për të futur edhe themi pjesën e mbetur të prodhimit të energjisë nga dielli në tregun e vendit, domthonë. Edhe nuk u ka dhënë fare licencë për ta vazhduar themi ose për të rritur këtë kapacitete. Në një rënë se ne kemi po themi që ne po duhet ta rrisim çmimin e energjisë sepse kemi mungesë kapaciteteve vendore të prodhimit, e në anën tjetër iniciativa edhe gatishmëritë bizneseve për të investuar vetë pa ndihmën e askujt hiç, për të investuar në rritjen e kapaciteteve të prodhimit të energjisë, e në anën tjetër po i njëjti institucion që ankohet e keq që po e shkakton bllokadën në anën tjetër duke mos u lejuar bizneseve në këtë rast për të arritur prodhimin e energjisë nga dielli, në këtë rast ose energjisë e pastër. Po tu e pa gjendjen për cilën veç folëm deri tash. Sa po mendoni që është një klimë e favorshme për investime në Kosovë? Edhe çka keni me bëj ju konkretisht si dhomë për me përmirësu këto? Fatkeqësisht klima është jo e favorshme, më do ta them këtë. Ne përgjatë kësaj periudhe derisa themi vendi shkoi në zgjedhje, ne jemi angazhuar vazhdimisht në zgjidhjen e një numër problemeve për të cilat janë përballur jo vetëm themi biznes që është puro vendor, po janë përballur edhe biznesa të cilat janë me investime nga djersa e derdhur për mërgjimtarëve tonë. Dhe nuk kemi gjetur fare mbështetje madje as gatishmëri për zgjidhjen e këtyre problemeve. Aktualisht fatkeqësisht jemi bllokuar në marrjen e iniciativave të ndryshme për zgjidhjen e këtyre çështjeve shkaku i mungesës së një qeverie dhe shkaku i mungesës së Kuvendit të Kosovës. Lista jonë e problemeve të cilat ne duam të diskutojmë me institucionet tona është e gjatë, por aktualisht s'kemë kënd të diskutosh. Do të presim
Prandaj ne për disa herë kemi bërë thirrje gjitha partive politike, t'i lënë anash inatet e tyre personale, të mendojnë për situatën që gjendet vendi jonë, të gjenë një zgjidhje për ta zhbllokuar fillimisht situatën sa i përket funksionimit të kuvendit të Kosovës dhe më pas të nisin menjëherë negociatat për bërjen e qeverisë së re. Ne nuk e kemi luksin të presim për kaq kohë të gjatë duke përballur me këto bllokada dhe këto lojra shkop vetëm 5 minuta në kuvend të Kosovës, bëheni në shkrem dhe dil prap jashtë nga aty mos bëhet asgjë. Nuk e kemi luksun, shi vende tjera, shi sa shpejt, domthon kur shumë më vonë se ne ta zëm Gjermania i bëri zgjedhjet, shumë më përpara nesh Gjermania e bëri qeverinë. Nëse një shtet i madh sikur Gjermania nuk ka luksin të zgjas këto çështje, ku e kemi ne luksin, ne si askund. Skont. Edhe sot, domethënë, dështoj tentativa e 18. Po, me qenë se i përmendat mërgjimtarët, si shihni rolin e diasporës në karshi zhvillimit ekonomik të vendit? Diaspora është fuqia kryesore e Kosovës. Domthon, nëse diaspora dikur i ka dhënë mbështetje vendit fillimisht në periudhën e paraluftës duke ndihmuar familjet e në kohë lufte duke ndihmuar edhe luftën, dhe tash pas luftës sërish duke ndihmuar familjet të ringriten, tani është koha e diasporës që të derë kapitalin e tyre, jo vetëm financiar, por edhe dijen e tyre të marrën nga këto vendet ku janë aktualisht. Ata janë, themi, fuqia, janë motori kryesor i rritjes më të madhe ekonomike të Kosovës. Ata janë një port dhe një adresë shumë e madhe e lëvizjes ton drejt një tregu shumë të hapur, drejt pjesëmarrjes më të madhe të produkteve tona në tregjet sidomos evropiane. Domthon, ne duhet gjejmë forma, vendi jonë, shteti jonë duhet gjejë forma të ndryshme për të nxitur sa më shumë ardhjen e mërgjimtarëve tonë për të investuar në vendin tonë. Ne kemi nevojë për dijenin që ata kanë përfituar nëpër këto vende, për partnerët e shumë që ata i kanë sot krah vetës, kompani shumë të mëdha me renome që ose janë duke punuar këta aty ose i kanë partner. Ata mund t'i sjellin edhe këto kompani në vendin tonë. Ne nuk mund të bindim asnjë investitor të jashtëm të vijë në vendin tonë për investime nëse ne nuk kemi arritur fillimisht. Po pikërisht këta deshta me pyet përveç rolit mërgjimtarëve. Sa është roli juaj si dhomë tregtisë, bashkëpunim me vendet e BE-s për shembull, për me arrit që promovimin e bizneseve? Ne kemi vazhdimisht kontakte me shumë organizata, shumë shoqata që kemi partnere, qoftë vendet e rajonit, kemi në Turqi, kemi në Gjermani, në Kroaci, në Sloveni, domthon ka një rrjet gjatë madh dhoma tregtisë që tashmë ka krijuar për vite të tëra që qëndron në vendin tonë. Kemi shumë biznese që janë investim ose 100% ose ka dhe investime 50-50 ta quajmë kështu nga vetë mërgjimtarët tonë të cilët kanë ardhur mati. Domthon ne kemi tashmë praktika të tilla të sjellën në Kosovë. Bëjmë gjithkohën diskutime me ta. Ata janë të gatshëm të ndihmojnë, të sjellin edhe më shumë dijenin e tyre në Kosovë, të sjellin edhe më shumë partnerë të tyre në Kosovë, të hapin edhe më shumë mundësi për rinin tonë, për njerëzit tonë që e kanë vendosur të jetojnë në këtë vend, ta ndërtojmë këtë vend të ecin përpara. Por një prej gjërave të para që i duhet këtij vendi tonë është duhet gjendur forma të cilat mund të sjellin investime më shumë. Këto forma nuk mund t'i sigurojë normalisht dhoma tregtisë. Dhoma tregtisë mund ta ndihmojë vendin, mund ta ndihmojë institucionet me praktika të ndryshme. Ne para rreth 2 javësh kemi pasur të pranishëm koordinatorin ton që kemi në Holandë në një pej diskutime më të mëdha me bizneset atje. Atje bizneset nga Holanda janë goxha të interesuara për të larguar nga vendi atje shkaku i ardhes së një qeverie tjetër atje e cila duket se ka marrë disa veprime të cilat biznesit atje nuk i ka pëlqyer dhe kështu që ata kanë një gatishmëri. Koordinatori jon ka pasur takime të shumta atje dhe jemi në pritje të sjelljes disa prej bizneseve nga atje, po edhe vetë odën kryesore ekonomike të Holandës në Kosovë. Jemi të prit me shpresën se do shta mos po bëhen më shpejt edhe institucione që ta bëjmë edhe një takim të drejt për drejt me ta për të gjetur mënyra se si mund t'i ofroj Kosova më shumë themi kushte këtyre bizneseve që të vinë dhe
të investojnë në vendin tonë, të bëjnë lokacion Kosovën, mos ta bëjnë lokacion dikën tjetër këto. Pastaj kemi diskutime të shumta edhe me diasporën, kishim të premten kemi pasur kemi qenë partner në organizimin e rrjetit të madh global të diasporës që mbajt në Prishtinë, ku aty u kanë bërtirë bizneseve. Kemi dërguar një numër bizneseve tona, pse më thonë hajdeni nisni diskutimet në takimet B2B, gjeni partneritet të mundshëm në mënyrë që ju të vini me gjithat përvojën e juve edhe ta sillni në Kosovë. Kompanitë që ekzistojnë në Kosovë të kenë rritje duke u avancuar edhe me temi teknikat e reja, qoftë të punës, qoftë me standardet e reja që i kanë, domon me gjithçka të kemi një bashkëpunim, të ndërlidhen më shumë. Nuk duhet diaspora të mendoj vetëm se si të ndihmoj familjet në kuptimin financiar. Diaspora duhet ta di se Kosova është edhe tyre. Ata nuk janë të kërkuj tjetër, janë këto, toka është e tyre, gjaku është i joni, jemi bashkët. Kështu që ne bashkë duhet ta ndërtojmë. Kemi mjaftuar vende të ndryshme të cilat përmes diasporës janë rritur, domon ka praktika të ndryshme që ne mund t'i shohim si mundësi që mund të marrim mësim prej atyre praktikave dhe atyre shteteve për t'i sjellur në vendin tonë ato praktika dhe për të parë mundësinë që të rritemi. Ne kemi mundësi të rritemi, janë një numër faktorësh, kemi plot, themi, shihni ju periudhën, nuk kemi ende një qendër të madhe turistike dimërore për shembull. Ne me atë jemi krenuar gjithmonë, sot nuk e kemi. Në vend se të hapim mundësi dhe të sillim sa më shumë investime përmes diasporës në ato, kemi forma të tjera, kompani të ndryshme që ekzistojnë sot në Kosovë kanë nevojë ndoshta për një themi çu për një infuzion financiar përmes diasporës, duke u bërë bashkë në forma të tjera për të rritur prodhimin edhe për të plotësuar gjitha ato standarde dhe në mënyrë që të jetë sa më shumë të lidhur, sepse vetëm këtë formë diaspora lidhet edhe më shumë. Gjeneratat e reja lidhen edhe më shumë me Kosovën kur e kanë edhe këtë ndërlidhjen e biznesit. Mos ta shohin vetëm ndërlidhen në kuptimin familjar që duhet të vinë në Kosovë të shohësh familjen dhe të kthehesh. Jo, mos ta ndin veten që janë vetëm vizitor. Le ta shohin edhe veten që janë kontribus të rritjes së kësaj Kosove, e cila është e zgjedhve, për cilët njerëzit kanë kontribuar në forma të ndryshme, dikush nga financat, dikush ka ra dëshmore, kanë ra viktima, domon secili kemi dhënë në forma të ndryshme kontributin. Ndaj çat kontribut ta materializojmë në kuptimin më të mirë të fjalës, në mënyrë që vendi jon të ecë përpara, të bëhemi ne një vend që i marrim vetë në durë tona dhe të ecim me këmbët tona, të forcohemi të bëhemi dikushi, sepse kemi atë mundësi. Kemi kaq shumë të rinj që janë të gatshëm të lëvizin tutje, të njohin gjitha format e reja të teknologjisë, gjitha format e reja të funksionimit. Domthon, ka një numër mënyra që mund ta gjejmë. Vetëm duhet ta gjejmë rrugën për me mrrit deri aty, por kjo rrugë nuk bëhet vetëm. Kjo rrugë duhet bëhet së bashku me institucionet. Gjithë bashkë duhet bëhemi. Nuk duhet të shikojmë as kush kujt apo i përket, as a është në shoqata apo është në institucion. Jo, gjithë bashkë, sepse qëllimi duhet të jetë i vetmi dhe i njëjti për të arritur Kosovën. Cilat janë prioritetet, kështu kyçe mi quajt të dhomës tregtisë gjatë këtij viti? Vitin 2025. Sigurisht, ka një numër prioritetesh. E para padyshim se do të jetë edhe mbetet përfaqësimi dhe ndihma ndaj vetë bizneseve tona, zgjidhja e lashëve që ata i kanë, duke ofruar zgjidhje të ndryshme, duke ofruar incentiva të ndryshme. Pastaj temi mbetet për këtë vit është një faktor shumë i madh për cilën ne jemi angazhuar vitet të kaluara, është pagesa e TVSH-s brenda vendit, hyrja në fuqi e ligjit për tregtinë e brendshme, i cili ende vazhdon të lëngoj, Kosova vazhdon të ketë lashe dhe këtu normalisht bizneset po atakohen shumë. Gjendja e mënyrave më të mira, rritja më e madhe e bashkëpunimit për sjelljen e investimeve. Domethënë sepse kur kemi bashkëpunim shtet dhe komuniteti i biznesit, i arrihet më lehtë qëllimi, sepse ne kemi komunikime të vazhdueshme me shoqatat tona partnere, me bizneset që kanë atë që kanë interes për marrën Kosovë dhe përmes neve ato mund të ndërthuren, të vinë, të shohim mundësi dhe të gjejmë të sjellëm. Gjithashtu ne jemi duke ofruar tashmë dhe po vazhdojmë të zgjerojmë rrjetin themi të ofrimit të shërbimeve tona në kuptimin e praktikave të ndryshme, praktikave rregullave të reja, duke mbajtur trajnime për një numër rregullash të reja që po hyjnë në fuqi dhe ku bizneset tona ose gjenden para themi një akti të kryejmë ose kanë pamundësinë që të ndjekin diçka tjetër, ne po ofrojmë atë, po ofrojmë ndihmë bizneseve për pjesëmarrje në panajire të ndryshme, të cilat qoftë ose organizohen nga shoqatat partnere, qoftë edhe që organizohen nga vetë Agjencia për Investime, që është Kiesa në këtë rast që i ofron. Gjithashtu përmes Kiesës ne po ndihmojmë
gjitha bizneseve tona të cilat konkurrojnë për të marrur mbështetje ose për të fituar mbështetje sa i përket investimeve, qoftë në plotësim të standardeve ISO standardeve të ndryshme, qoftë edhe në plotësim duke investuar në teknologjinë e re prodhuese. Domthonë ne po ndihmojmë bizneseve në kuptimin e shërbimit që po ofrojmë për to, për të qenë sa më afër tyre dhe ato të kenë mundësi që të avancojnë tutje me këto. Kemi një bashkëpunim të mirë edhe me Kiesën në këtë rast. Falë themi në diskutimit që kemi pasur vitin e kaluar, këtë vit është rritur komunikimi edhe më i madh i vetë Kiesës me biznese. Ne kemi kërkuar nga Kiesa që të mbajë sa më shumë forume diskutimi dhe takime të ndryshme me biznese që t'u sqarojë më mirë themi mënyrën se si duhet të aplikojnë për grante, për subvencione, të aplikojnë për pjesëmarrje në panajire të ndryshme që mbahen në vende të ndryshme të botës ku Kosova mund të shkojë se bizneset tona mund të prezantojnë ofertën e tyre dhe produktet e tyre. Domthonë edhe këtë vit ka pasur një rritje më të madhe të këtyre organizimeve. Domthonë në gjitha format aktualisht për shembull ne jemi të angazhuar shumë që të zhbllokojmë situatën nga bllokimi që ka shkaktuar ligji për pronën publike i miratuar në 2023 në fund vet dhe i cili ende kësaj dite i ka bllokuar numër të madh të bizneseve të sektorit minerar dhe jo vetëm, dhe të cilet sot gjenden para një kolapsit plot. Kemi kompani bile madje dhe mërgjimtar të cilët kanë falimentuar shkaku i këtij ligji dhe mosgatishmërisë së institucioneve tona për ta zgjidhur këtë gabim të cilin e kanë bërë vet. Dhe ende dhe sot kësaj dite ende kemi një blokadë totale bërë nga vetë qeveria jonë me këtë ligj i cili ka qenë totalisht i pafavorshëm, bllokues dhe nuk ka pasur asnjë element ndihme për vetë rritjen ekonomike të Kosovës. Kjo në fakt ky ligj ka shkatruar edhe më shumë ekonominë tonë, e ka rrezikuar vendin të mbetet peng i arbitrazheve, sepse ka pasur kompani të ndryshme të cilat kanë kërcënuar vendin tonë se do të dërgojnë në arbitrazh shkaku i këtij ligji. E në anën tjetër nuk kemi pasur një gatishmëri qeveritare për të zgjidhur sa më shpejt këtë situatë. Kemi një blokadë totale dhe pamundësi totale të bizneseve tona që të eksportojnë në BE produkte që janë me prerje shtazore dhe për ne ka qenë shumë e çuditshme kjo derisa vetë BE-ja u ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë bizneseve tona për të arritur plotësimin e kushteve ose investimeve që arrin standardet më të mira, ISO standardet që janë përndryshe që quhen, dhe në anën tjetër kemi pasur po këtë blokadë kemi nga BE-ja, por në këtë rast nuk është me fajt të tyre, është me fajt të institucioneve tona të cilat nuk janë angazhuar fort që të plotësojnë të gjitha kushtet që kërkohen në mënyrë që bizneset tona, produktet e bizneseve tona të kenë qasje edhe në tregjet evropiane ku kërkesa është vazhdimisht në rritje, e sidomos nga mërgjimtarët tonë të cilët vinë i provojnë këto produkte në vendin tonë dhe kanë nevojë të kenë natyrezat e tyre atje ku jetojnë, dhe kjo është e pamundur të bëhet aktualisht sepse BE-ja nuk e lejon Kosovën të eksportojë shkaku se institucionet tona që janë përgjegjëse për këtë çështje nuk janë angazhuar seriozisht për këtë punë. Domthonë janë numër lista është e gjatë të lasha për të cilat ne po kërkojmë të ndihmojmë, domthonë ne nuk po konsiderojmë veten të jemi vetëm në kuptimin opozit, ta quajmë kështu. Ne jemi të gatshëm, ne jo kemi shtrirë dorën institucioneve. Hajdeni bashkëpunojmë së bashku ta zgjidhim që të këtë lashe. Hajdeni bashkë, ju ndihmojmë me gjitha forcat që i kemi, me gjithë ekspertat tonë që i kemi, qoftë të brendshëm, qoftë të jashtëm. Hajdeni të zgjidhim situatat vetëm që biznesi jon të mos atakohet tutje. Mjaft kanë probleme, mjaft kanë të lasha, mos bëhet shteti jon pengesë për zhvillimin e biznesit. Shteti duhet të jetë lehtësues, jo pengesë. Fatkeqësisht në shumicën e rasteve ka qenë pengesë dhe kjo i shohim tash pasojat e një pas njësme që po vijnë këto edhe me energji edhe me gjitha këto që përmendëm deri më tani. Po zotëri Ahmeti, krejt në fund, cili do të ishte mesazhi juaj për bizneset të cilat ndoshta kishin me qenë skeptike për me ju bashku dhomës ose me bashkëpunu me juve? Ne vazhdimisht sa herë kemi pasur takime edhe me biznese që kanë parë mundësinë për antarësim, ne kemi thënë mos na shihni me fjalë, shihni vepra. Veprat tona shihen, ne jemi nga 2016 funksional në Kosovë, fillimisht si Oda Afarizmi dhe më vonë vetëm kemi ndruar emrin, kemi bërë dhomë tregtisë, domthonë nga atëherë deri më sot ne kemi ndihmuar vazhdimisht biznesin në zgjidhjen e numër çështjes dhe kemi zgjidhur goxha shumë çështje, qoftë probleme komunale që kanë qenë, qoftë edhe probleme që kanë qenë themi në këtë rast nga institucionet qendrore, por edhe probleme që kanë qenë me vendet e rajonit ku ne kemi partner themi shoqata të ndryshme atje dhe ku përmes tyre në bashkëpunim me to kemi zgjidhur të lartë. Domthonë ne nuk flasim me
llafe, ne po flasim me vepra, me gjëra të cilat i kemi kryer dhe vazhdojmë t'i kryejmë përmes numrit të madh të bashkëpunëtorëve që kemi brenda dhe jashtë vetë dhomës, brenda dhe jashtë vendit tonë, të cilët janë të gatshëm, bashkëpunuese zakonisht shumë, një bashkëpunim shumë të mirë kemi me BE-n, ku kemi 2 projekte në përfundim, jemi në diskutime projekte tjera, kemi bashkëpunim shumë të mirë me institucione ndryshme arsimore, ku po tentojmë të nisim një iniciativë për të parë mundësinë që t'ju gjejmë një zgjidhje këtyre të rinjve që po studiojnë atë për të pasur mundësi të mbajnë edhe trajnime në për kompani, po edhe mundësinë pse jo pastaj nëse tregon të suksesshëm të mbesen aty si punëtor, domthonë për të avancuar këto mënyra të gjejmë forma ndryshme, vetëm që ekonomia jonë të rritet sepse vendi jonë e meriton atë. Gjeneratët e ndryshme kanë investuar për liri, po liria nuk mbahet vetëm si emërtim, liria mbahet duke punuar për të, duke rritur vendet të bësh më i lirë, nuk bësh më i varur qoftë nga importe dhe nga format e tjera, por kur rritesh ti vetë bësh i fort vetvetio. Kështu që jeni për të gjitha ato biznese që kanë pyet neve, le të pyetin ato për të themi problemet të cilat ata kanë hasur dhe që kemi zgjidhur dhe që sot kësaj ditë janë falë që aty në zgjidhjes të problemeve sot janë ende në treg dhe janë rritur. Domthonë ne kemi gjëra të prekshme që janë bërë, nuk janë gjëra vetëm në letër ose që themi në ajër, por janë gjëra të prekshme të cilat kompanitë tona anëtare i kanë zgjidhur edhe falë që aty në zgjidhjeve që bën sot janë kompani shumë më të mëdha, janë rritur sepse është zgjidhur një pengesë për to, janë rritur dhe janë avancuar më shumë duke ndihmuar ekonominë e vendit, duke ndihmuar numër të madh familjeve për shkak të punësimit që kanë dhe me gatishmërinë edhe për të rritur më shumë. Themi qoftë edhe prodhimin, qoftë edhe punën në vendin tonë, po qoftë edhe në këtë rast edhe ndihmën ndaj vetë familjeve të ndryshme duke punësuar më shumë të ri dhe të reja që të jenë pjesë e tregut tonë këtu dhe të kontribuojnë gjithë për ta bërë një Kosovë sa më të fortë. Atëherë, zotëri Ahmeti, faleminderit shumë, fillimisht për kohën, po edhe për krejt punën që ju e bëni, sepse di që kemi shumë çka për me diskutu, po këto janë minutat e rezervuara. Faleminderit shumë për mundësinë dhe ju uroj suksese. Faleminderit. Atëherë, shikues të dashur, po shkoj me një kronik të realizuar nga gazetari i të Varëbërisë, që ka të bëj me një skem piramidale me disa trotinet në fushë Kosovë. Po e shohim kronikën edhe po ju përshëndes për t'ju lënë deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbëjtje. A jeni për trotineta me qëra? Ka sa po shkojnë trotineta? Një pajisje që mundesh me lëviz me to mirë, po sa do e vogël ajo sherrën e madhe e kishte që nga fillimi i funksionimit të kompanisë Pulse Glitch, ose ndryshe e njohur si PGL. Si u mashtruan kosovarët, ani pse targeti kryesor ishte tek shqiptarët që kjo kompani në fakt të funksiononte bukur mirë. Kosovarët ishin po ata të cilët siç janë duke u dëgjuar edhe zërat që qefi i tyre është që të fitojnë pare pa ndjerës. Andaj, ata investuan po atë shumë, po atë sa humbën. Këtu janë në fakt edhe rrëfimet e njerëzve të cilët po ashtu janë detyruar që të marrin kredi bankare, ani pse tashmë kompania më një farforme e cila supozohet që ka qenë gjithçka robotike i futi kosovarët në për kredi që të investojnë tek kjo kompani që filloi me trotineta e përfundoi duke bler banesa e vetura të shtrejta që i bëri kjo skem piramidale ose skem e mashtrimit. Në vazhdim kemi me pas me e dëgju një intervist ekskluzive nga njëri ndër antarët i cili ishte i 300 që ju bashkua kësoj kompanie e numri deri më tani i cili ka shkuar që janë mashtruar të kjo kompani është në 13.029. Na ndeshni. Si që edhe thash, në fakt nga një numër i vogël që kanë filluar pjesëmarrjen duke investuar në këtë grup, tashmë që diku numri ishte, nga fundi ishte numri deri në 13.029 persona të cilën
të cilët ishin pjesëmarrës fituan po aq sa humbën. Njërin prej antarëve, të cilët ishte njëri ndër të parët, pra unë kam këtu pranë meje, për me e kuptu se çka saktësisht bënin aty dhe si përfundoi ndoshta deri te fundi ku edhe u zbulua gjithçka. Faleminderit shumë që pranova me folcat me neve. Po du me fillu, unë e përmenda si një antar prej fillimit, dikon të antari i 300, mos gabofsha. Çka ndodhi saktësisht të ndëruar? Si hyne fillimisht? Mu këto ma ka prezentu një shëk jemi, po cëllë nuk e kum besua se në vetë fillim, për deri sa kum doli kum po lokalet, pastaj mu ka mush me anja, kum investu në fillim e 1.000. Edhe nuk ka pos do më thonë probleme për tërheqje për kësi sene. Kompania u prezentu si një kompani me bazë në Colorado, e cila u merë me lëshumjen me qëra trotinetave. Do më thonë, i kena ble trotinetat, për fizikisht nuk jenë po ata. Po kupton. Do më thonë, me deme kënë lëshu në kinë me qëra. Ta shukon aty me nivele, i cili ka startu për niveli 3, 400, me 1.000 u kon niveli 4, me 2.600. Po ma shumë nuk e mujt me shti nëse s'ke posë grupë, pa shti antar tje. Pse pikrisht trotineta? Tregon pak më në detaje, pse si besuat, kur i patë se vetëm, apo bëhet fjallë vetëm për trotineta apo për pajisjet e tjera? Jo, vetëm për trotineta bëhet fjallë, po kena besu shko kur kena po pak lokalet. Janë nisën do më thonë, mu bo ma shumë se 4 lokale në rajonin e Kosovës, edhe i kanë shu me qëra me fjallë ty në funkin, në Tokyo. Cilë nuk i kena po asë njëherë, po fitime kena pos. Do më thonë kena punu prej të honës dhe i të premtën, $36 konë ditë, ashtu në dile nuk ka pos pun as tërheqje. Shtu në tjera u konë përshim? Nëse do më thonë me kishti një antar të levelit njëti, ke fitu $150, ku 18% i ka nojë komision kompania në fjallë, PGL. A ke pas mundësin që në qofë se më fëtën për shembull ti mua, a ke fitu ti diçka, kum fitu edhe one? Ti s'ke fitu, unë e kum fitu $150 për tje. $150? Kum hinë për do grupe tjera, nëse do më thonë për sesh antar, aty ka fitime tjera tani. Bosh si loj kapiteni. Kur folëm për lokalet, apo du që bazat e tyre kanë qenë 4 për tyre në Kosovë, ku specifikisht, në çfarë lokacione? 2 janë konë fush Kosovë, 1 konë Prishtinë, Prizren, Drenas, e tjera do më thonë 7 ka pos shumë më hopë. Kanë mojt edhe ahenge në për restoran të ndoja, si në bilet, si në Korotic, që s'po du një cik me emra. Jena konë parafërsisht 1.000 veta minimum i pjesëmarrës, ku aty kanë fitu njerëzit, edhe pse jo kanë pos shumë fatë, do më thonë në fillim tyre eftyne, jënë pajis me mjetë me vetura, Ford, Kia, kanë fitu telefona, frigorifera, si teknike borë. Se pe trotinetave tash po dalin që kanë fitu edhe dete frigoriferin. U konë pjesë e shurti, tash di konë antar, do më thonë, logarit e konë pjanorit antar, edhe kur e ka qitë ofertën kompania, Raka, në fjallë, ti do më thonë e kishti një shak, ti e bo pjesë e shurtit. Edhe tash shurtit ka zgjedh ty e ke fitu vetura. Njën shpërndohën se nuk e bëjt 3 vetura, ka pos telefon iPhone 16 qatë që shpërndohë, frigorifera, lavatrice, e si gjona. Sa ishte përfituse, po atë sa dëshpruse? A mundesh më na tregu kjo loj, sepse më besoj kur hyn, është një lloj komori, a mundem me i thonë kjo? Mundesh me thonë, sepse kur gjë nuk është sigurt. Jena hipo nuk i kena ditë kur në kryet, apo kupton. Fotin e kam posë që ta që në hitë 2 javë të fundit, dhe më thonë në hitë 5 maj, dhe me 15 maj, që ta kanë vu. Se a i kalon, për shambull, me fitu pare, po jo ka qitë ofertat, sëllat na jena si popull lakmus, e qato pare që i kanë fitu, i kanë shti prapë, edhe mo ka përfundu gjithë shka. Apo thu që ka qenë target populli i Kosovës për këtë? Populli i Kosovës është target. Para këtyne vjen konë edhe dhe tjera me rollë që i din antarët e grupit, u konë SGTC-ja, u konë Berryli, e që tjera. Këta këtu e në konë një sistem, do më thonë, ke pos me shu bicikla me qëra, trotineta me qëra. Po, do më thonë, fizikisht nuk jem popor. Pavarësisht që sa kohë ka funksionu kjo në vendin tonë? Në vendin tonë kjo funksionon, do më thonë, kërja ka njësë mu përhop shumë për qëshorit në vitit 2024. Prej qëshorit vitit 2024? Po ka pos antarë shumë pak. Qysh filloj me u shpërnda ndashta të antarët? Sa për shokëve të, a ke pas shokë të që ju këni bashku këti rjeti? Po, kena pas. Ketë shokë do më thonë jena konë këtu, po nuk jena do më thonë për grupit që jena në humbje. Po tash për më bo ma binë si të njerës, kjo kompania në fjallë që nuk e dina kush është, ka punu do më thonë meqëm me një fjallë vlo, ka punu të shoqota bereqeti kanë që ndima,
kanë shpërndohë pore si sene. Kanë mbjell pemë në natyrë, Në përvoreza, vetëm për me u bo ma e besueshme. ma e besueshme. Ju e keni pas një grup, kur keni komuniku, nuk e keni ditë kush është të shkrujt, të thotë Jo se ajo u konë do më thonë 4 akonta në konë me një emër të njerit, edhe do më thonë se cilët pjantorve në sekund na vishin fjallë ketëve bashkë. Ajo u konë ChatGPT. A vedin, po u konë në programu me dekua mas mirëti. Cilat janë fjalët e fundit në grupin tuaj, ndoshta që i keni fola? A mundesh më na dëshmu diçka? Nuk kalon me full, vetëm të shë. Se kë ndolin kër e ka bo, me gjosa e ka bo, me demek që kam pos akonta me hyrje jo të lejushme, edhe tash kishe probleme gjyqësore, duhet me prit deri në tetor të vitit për me na dol porët, e gjatë kësaj kohës na mos me nejt u dol një grupi tjetër, është klubi i krahëve të lirisë, që është po i njëjti pronor, po edhe aty vetë ka një gjina mu mashtrua pet, do më thonë, nuk mushen men. Është me shti porë këtu, po do më në momentin që të shtish porë ti mu vëlldrav nuk më nësh me bo. Aty më nësh me po të rrit të bilon, si po të që ato porë nuk më nësh me tërhek. Po kupton? Edhe ko fotot veturave që janë shpërndohë, ko fotot kjerëve, fotot të qarkullimit që i kanë bo njerëzit. Ketë janë do më thonë, se i kanë qu me foto e kanë pos njerë njofë, se i raport javore. Me të regu përfitimet me po njerëzit tjerë do më thonë që na i na të fitu. E qështu më rrë. E përmende që na nuk mbushëm i men si njerëz, në një farë llojforme kemi dëshirë me fitu pare pak pa u lodh, pa njerëz. Qysh e morë vendimin ti me hi, po kthejmë edhe njëherë? Apo e shtin veten në atë kategorinë e njerëzve që ki qef ka pak pare me bo? Po jo do më thonë, më konë shprejsa në këto. Se do më thonë ka po shumë njerëz që kitë puna ti ka njohë një morë vesh me stop. Unë e kom po si punë dytë. Qka u konë, konë plus do më thonë, si një rrugë dytë. A ke dalë plus? A ke humë shumë? Jo, nuk humë. Afërsisht me shifra? Me shifra më në me po. Unë e kom investu 1.000, të e ki shifrën, më nësh me po dhe te. 3.225 dollar. A ke mujtë me i të rjek? Po, keti në të rjek. Vjedhrovi dhe më konë ka zhotë 24 dhe 48 orë, për me dollë pi logarisë Binance. I ke transferu në llogarinë tone? A frigohesh që mundën me pas na i sojmë kibernetik në llogarinë tone ajo? Ja, nuk mundën. Pse qysh je i Se është sigurt? Binance është e mbrojtë në këtyne sulmeve kibernetike. Do më thonë këto qa ka dhe të fundit, do më thonë, vjedhrova të fundit nuk i ka leju njerëzit minxirë. Mu për shembull 72 dollarëve që s'ku mujtë minxirë. 70 dollar. Po këto tjerat më herët po. Mbi gjithë këtë loj, po i themi, mbi gjithë këtë mashtrim që ndodhi, mirë po ti në këtë rast je njëri ndër përfituesit. Nuk janë të tjerët. A mendon që mundet me qenë ligjerisht, ndoshta që herë do kur ka me u përndjek? Kjo është u përndjek ligjerisht, po nuk mundet mu gjithë. Pse po Kupton se janë muj me thonë dhe hakerat fort, çdo se ka ndërru në IP, ato dhe dyshohet që janë me bos, do me thonë, në Shtetet e Bashkuara Arabe, ku do me thonë këtë skemat vinë atë. Edhe tash grupet i kanë bloku anëtorët e grupit, shkoku reportave, edhe ju del këtu që është skem. Po, qatë sa do me thonë, u kom përfitu se për neve, kompania në fjallë po ashtu edhe ka shpenzu porët mdoja për me arrit në këta anëtorë. Për shambull, dikoni nga konë 13.029 veta, me loni mesatore 36 dhe 93 euro e kam post ditën këta piktynë, dikon 3 milion dollar njohë a i ka jep për neve. Po do më thonë edhe ato jenë këthy se cili për neve ka shti anëtorë, se do më thonë bëj ke presion nëse ti nuk kishti anëtorë. Jo do më thonë me fitu qatë shlet. Po tash do më thonë të fundi kur kanë rrit njerëzit nivele, aty do më thonë ka fitu ma shumë. Kur e blokaj, tha Ungri llogaria e kompanisë. Për me aktivizu, llogarinë duhet me depozitu 48.9 dollar. Dhe tash vetëm pishtynë 48.9 dollarve, dikon vesh aty do më thonë 600.000 dollar jenë hi në kompani. I shtetit të. A 10% sa ka fitu kompania, sa kanë fitu njerëz, po pëse njerëz ma shumë kanë hup? Po njerëz ma shumë kanë hup, po ka pos piktynë njerëzve që kanë pos dhe 80 dhe 100.000 që i kanë fitu do më thonë. Dhe 80 dhe 100.000 euro? Po.
Minimumi. Sa për fushë Kosovës, për shembull? Për fushë Kosovës mas shumë. Baza ka qenë këto, domethënë. Fillimi u humbë. A keni pas punë diçka në këto zyret që jenë hapur? A keni shkuar, keni pa, Nuk kena pas punë me zyret, po shko ku dash me shku të zyret për mi fitu do pik. I ke pas të... Çfarë lloj pik? Pik, do më thonë në rast që mungon ti mbledhje njëherë, se mojnë edhe mbledhje, mos me tu largu pikt, në rast që ke post të njëherë, një rast që s'ke mujnë mbledhje, tu kanë ull pikt, po do më thonë ti ke post plus pik, nuk u konë kur gjë. U dosh me shku me bo foto me trotinet e si... Sene. A ki trotinet tanin te kështu që nuk e ki me qëra? Kam ja 12 copa në kin, la. Po nuk i kom pa ala. 12. 12 copa në kin? Nuk i ke pa ala? Jo. A je pro në vazhdimsi të këtyre lojrat fatit, po i them, kushtimisht? A kishe vazhdu ti personalisht? Nëse ka luft, ka buxheti po, porët e fundit ja sugjeroj kreditve që mos me investu këtë. As kredi me hi për kësi farë punë t'jo, veç nëse ki luft në porë. A ka pos me qëro fjalla njerës që kanë hinë kredi për me investu? Ka pos. Shkoku, po të thëmë që ka pos se ku në fundit, dhe më thonë, kër i qiti oferta, ato konë me datë oferta për me skadu. Njerëzit kanë shu fotat të dhe më thonë që jenë të na aprovu kredia. Pra ka e ka shty edhe një dit. I ka lonë dhe më thonë edhe 7 kredia me hi, edhe u ngri llogaria e kompanisë pas ne. Kur vim të fundi, si u kuptua gjithçka i nderuar, qysh ardheri te përfundimi i kësaj kompanie? Unë kom qenë edhe në përdo si kompani tjera më herët. Edhe do më thonë para se me mbyll, ata e kanë bo që të ofertën, për më rrit nivel, për me shti pore, edhe e kanë ngri. Si e ka që do më thonë kjo ofertën, unë e kom ditë që këtu është tu përfundu. Po, ai i noli edhe fjallë të më thonë, mos me shkrujt në grëp, deri sa gjinja mo u hëllën fort lo, edhe tash do të me pagu rotat. Tash përgjësia është mbi ta për me i pagu kredijat. Çfarë po ndodh në fakt me një vetur Tesla? Kush do e fiton atë? Vetura Tesla është porosit me djeni lo, po akoma nuk ka orë, nuk e dihet kush e ka fotin në gëzu. A ki mundësi me fitu ti? Jo. Pse? Se nuk e kom blejo, nuk e kom porositon. Nashta edhe anullohet. Po porët për atë Tesla e ndërgu, lo. Përveç Teslës, Kia, Forda jenë bodhë rotë. Kjo u konë edhe në për rajone tjera, po do më thonë mas shumë të caku konë Kosova, mas shumë të janë ta. A mundesh me ditë, jemi nga fundi, a mundesh me ditë moshat pavarësisht që kanë marrë pjesë në këtë lojë? Përmi 18 vjetë, nër 18 vjetë nuk i mund. Moshat e mesme 14-15 jo? Kanë marrë pjesë? Moshat 14 jenë konë familjarisht. Me antarë shpish, me Bajanoka, me Baldëska, me krejt. A të ka informaciona kanë hup? Kanë hup. Kanë hup se që po bëj fjallë që të ofertën e fundit kanë hup njerëzit ka $10,000 në person. Se lakmia për me pos $400 ditën i ka bo me mejtë edhe pa që ato që i kanë pos, kursyme. Përderisa të shohim ty shumë pozitiv pas një ngjarje e cila mundet me u gjilcu edhe si skandaloze, atë ka rasti me i pa këta njerëz e tjerë, po thu që ka pas familjar, Bajanak, Baldëzka, me zvete që kanë luajtur, a të ka rasti me i pa që a janë të dëshpruar? Nuk më ka rasti me taku live, po kum pos telefonata për ty në çka po ndodh, çka me vepëru. A mi vendos $48,9, a zhblokkohet. Po do më thonë në nuk ju kum jap shpresë më shumë, ju kum kallzu bile që ato $48,9 runi. Pra të tjerat morshin të liga. A ka gjasa me fillu prap? Nuk ka gjasa me fillu prap. Është mbyll. Mundet me fillu prap me një mashtrim të ri, me japora pet, po nuk lëshur. Se do më thonë momentin që të lëshën që ta është njerëzve veç që ju kanë bo kotu se cilët kanë nimi 2 për të reke që nuk është e kapshme për to me lëshu. Se kërkush nuk u do me punu me humbje, përveç shqiptarëve. Përveç shqiptarëve. Faleminderit për rrëfimin tënd. Faleminderit për te. Uroj që mos me humb. Faleminderit. Edhe mos me hymo, po besoj. Për të mirën e gjitha. Faleminderit. Faleminderit.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.